Më së fundmi të dashur miq, Gojët e Liga thonë se në 21 janar në bulevard ku Edi Rama vit për vit hedh lot krokodili për të ndjerët që i ftoi në protestën antikorrupsion për spionin Metaj, që e mori në 2013 sa për atë nuk ja dilte dot, dhe i bëri atë arrestim spektakolar, sepse ai është tradhtar, ai ha të gjithë në bes. Por jo Amerikën, superfuqinë e botës. Thonë që e kanë ftuar për dosin me Ganigel. Unë e kam vite që po e them. Prangat në zyrë Amerika do t'i vëj, se ti e tallu me presidentin Obama, me presidentin Donald Trump, me Ganigel, ke shitur interesat amerikane, ke tradhtuar vendin tënd. Dhe ti që as vet nuk e di se nga je, si thoshte Ilir Meta dhe qeshte me lot, mos kujto se me Amerikën do t'i luash dot përsëri. Prangat ti i ke pak. Ty duhet të marrin të gjitha pasuritë, t'i japësh llogari dhe të jetosh vetëm 2 kilometra në Tiranë pa të drejtë lëvizje, pa të drejtë udhëtimi. Me ato brekushe me qitjane të ender si Dordolec, t'u tregosh shqiptarëve që keni kujdes, sepse një mostër e tillë mund të ketë lënë pasoja dhe në imazhin e njerëzve që sado që doli pa brek, zjarë tërmete për mbytje, thonë punë e madhe. A i vjedh të vret, po punon për nej punë. O popull, kur do zgjohesh ore se u mbyte, të lanë pa shtëpi, pa fëmijë. Ngriuni o njerëz, ngriuni. Ngriuni, bëheni një njerë burra, tamam, sikur të parë tanë. Sikur Dardania, që i tha jo Open Ballkanit, jo ndryshim kufish, jo vjedhjes, jo korrupsionit, po shtetë të fortë. E meritojmë.